gënjeshtra e tyre se kinë se unë jam fanatik ndaj Sheh Muhamedit. Kjo nuk qëndron. Mirë po, përderisa gjykata e shtetit të tauhidit e ka pastruar ata nga akuzat, nga këto akuza, kush jam unë të flas kundër ti. Do më thonë, paralajmërimet e imamëve kundër Ibn Hadit dhe fitnen që e shkaktoi ai dhe ti vazhdon me mbrojt dhe s'qenke fanatik. Po, mas gjitha asaj që ka bërë Ibn Hadi, arrit dikush me të vetë se një njeri fanatik. Pastaj, çështja e gjykatës në lidhje me atë vllajën e Hollandës. A ka qenë kjo shkaku i fitnes të Ibn Hadit, se këta njerëz këtë duan tash domethënë, ta kufizojnë këtë çështjen e Muhammed bin Hadit, çështja e gjykatës. Po e pastroi gjykata, kjo është burr i mirë. Çka jeni tu folju, i boni pa drejtësi. Këta domethënë manipulojnë dhe e dinë se manipulojnë. Këta don ta kufizojnë domethënë se fitneja e këtij personit qenë ka çështja e atit me vllajt e atit Hollandës, e Bojupit. Po përfundoi kjo, ky njeri është në rregull, është referencë, është burr i mirë. I them, ky është një manipulim tjetër që ju mundoheni t'i mashtroni njerëzit. Gjoja se problemi i Ibn Hadit është vetëm çështja e fjalës që ka thënë ndaj e Bojupit. Por u përkujtoj me fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku thot wa anna Allaha la yahdi kayda al-khainin. Se vërtet Allahu nuk realizon dredhin e tradhtarëve. Keni kujdes. Edhe kthehuni te tefsiri Sheikh Saadit rahimahullah dhe shikoni çka thot për këtë ajet. Yarhamakallah. Tash, dëgjo, çka ka thonë Imam Rabia rahimullah për Ibn Hadin, dhe nëse posedon sinqeritet dhe drejtësi, dil dhe trego, a janë këto fjalë të Sheikh Rabis për Ibn Hadin, për çështjen e Bojupit, ose për fitnën në përgjithësi që ai e shkaktoi dhe ka ploj tër botën. Çka thot Sheikh Rabia? Dëgjo tani. Sheikh Rabia thot, Muhammed Hadi ma indahu illa dhulm. Muhammed bin Hadi nuk ka vetëm se zullum. Muhammed bin Hadi nuk ka vetëm se zullum, pa drejtësi. Muhammed bin Hadi akhtar min al-Haddadiyya 10 al-marrat. Muhammed bin Hadi është 10 herë më i rrezikshëm se Haddadit. Këtë thot Sheikh Rabia për Muhammed bin Hadin. A është kjo çështja e Bojupit tash? Jo, a jeni të rezi, do më thonë, ku mundoni dhe me kë mundoheni? Çka thot Sheikh Rabia për Muhammed bin Hadin? Muhammed bin Hadi, warauhu al-a'da. Pas Muhammed bin Hadit janë armiqët. Këtë thot Imam Rabia. Warauhu al-a'da. Armiqët e Islamit, armiqët e Sunnetit. A është kjo çështja vetëm e Bojupit, e Hollandës? Thot Sheikh Rabia prap. Muhammed bin Hadi, kelamuhu kulluhu tharthara. Fjalët e Ibn Hadit janë të gjitha llomotitje. Kjo thot Sheikh Rabia për Ibn Hadin. A është kjo vetëm për e Bojupin? Për çështjen e Bojupit? Tharthara. Sheikh Rabia thot për Ibn Hadin, Muhammed bin Hadi kesul wa lam wa laysa indahu muallafat. Muhammed bin Hadi është dembel dhe nuk ka libra as shkrime. Sheikh Rabia thot për Muhammed bin Hadi, Muhammed bin Hadi yuharib as-salafiyin. Muhammed bin Hadi i lufton selefit. Sheikh Rabia thot, Muhammed bin Hadi bedda selefin, i ka shpall bidatçi selefit. Sheikh Rabia thot, Muhammed bin Hadi wallahi innahu lakadhab. Sheikh Rabia thot, pasha Allahun, ky njeri Muhammed Hadi është gënjeshtar. Sheikh Rabia thot, Muhammed bin Hadi akhassun min al-Haddadiyya, është më i keq se Haddadive. Sheikh Rabia thot, Muhammed bin Hadi yal'ab ala an-nas, i manipulon njerëzit.
Sheikh Rabia thot, fitnatu Abdurrahman Abdul Khaliq la ushra mi'ashir min fitnati Muhammed bin Hadi. Fitne Abdurrahman Abdul Khaliq as 10% nuk është nga fitne e Muhammed bin Hadit, as 10%. Sheikh Rabia thot, Muhammed bin Hadi sifrul yadayn min el adilla. Muhammed bin Hadi nuk ka as një argument, është boshduar nga argumentet. Sheikh Rabia thot, Muhammed bin Hadi të gajjar, ka ndryshuar. Sheikh Rabia thot, leu kana indehu hujja la ajedna. Nëse kishte pasur argumente, do e kishim përkrahur. Wallahi, kjo fitne e Muhammed bin Hadit el Medkhali është dëshmia e fundit e këtij luanit, Sheikh Rabia rahimahullah, se ky njeri nuk ka anuar për preardhjen, familjen, afërsinë e fëmijët e të ngjashme, por i ka bërë gjykimet në bazë të argumenteve. Kjo është ka paku për Sheikh Rabin. Vula, se ndoshta kishin ardhur njerëz ma vonë, kishin thënë e ka pas let me fol për Sejt Kutubin, e ka pas let me fol për Ali Halebiun, e ka pas let me fol për Jahel Haxhurin, se nuk i ka pas të vetit. A ka fol për ato të vetit? Po u themi, ka fol për Muhammed bin Hadin, që e ka pas si fëmijë, i ka dalë dhe e ka ballafaqu. Edhe aje ngriti Muhammed bin Hadin, edhe aje uli Muhammed bin Hadin.